Edita. Gjente një kështu dhe kaq. U kthy. Dhe ja kur I kthyem në studio pas fleshave të fundit të orës 7 së bashku me kolegën tonë shumë të dashur. Së bashku me kolegën tonë shumë të dashur Evi Shkovish, besoj që ju pëlqyen lajmet flesh të orës 17. Tash, a shkojmë me një këngë? Me cilën? Me atrejen. Me atrejen. Me atrejen të momentit. S'mundesh po mos me pëlqy këngët, seriozisht. Eja. Floriani dhe Eja. Po du me kon me ty nuk du tjera, po du me kon me ty nuk du tjera. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Po du me kon me ty nuk du tjera, po du me kon me ty nuk du tjera. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Hajde dalim rinna, mos m'bati stila. Ej, për mu je ma e mira, po du me ty mu kon. Pse po marit mendjen, do me pos me mendjen. Mos u bojeron ti, se koha po na shkon. Po du me kon me ty nuk do tjera, po du me kon me ty nuk do tjera. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Po du me kon me ty nuk do tjera, po du me kon me ty nuk do tjera. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Ama synin ti, sama shpejti, baby. Gjenjen që ma jep, sa shumë o kam pëlqen. Zemrën ma more ti, po ta thë me ketë melodi. Dije veç një sen shpirt, me ty kom unë ndashni. Po du me kon me ty nuk do tjera, po du me kon me ty nuk do tjera. Po du me kon me ty nuk do tjera, po du me kon me ty nuk do tjera. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Po du me kon me ty nuk do tjera, po du me kon me ty nuk do tjera. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Po du me kon me ty nuk do tjera, po du me kon me ty nuk do tjera. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Eja, babe, ti eja, babe, ti eja. Dhe ja kur I kthyem në studio, nga Gjyra Kuqet e Babe ti eja. Ishte vogël tash urret, e ka pasur se maturën. Po. Vjen në studio Floriani, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Ama e ka pas semi maturën, jo maturën. Semi maturën, Semi po. maturën. Normale kun gabimi jem se one kur kum postu snepa në Instagram fotografia, one vete kum bë maturë se u pata bit edhe. Ke dash më rrit. Po, qashtu dishtu. One veti po Po ta që pojtë. semi maturën ka ko, është djali I ri, është herët është. Po që është rrit, fakti që je rrit me karierë nuk do të thotë që je rrit edhe me vjetë. Prit njerë, prit. Se vjetë të ri. Qashtu është. Florian, një këngë shumë e bukur, një këngë ritmike, verore, ngjyrat bukura, ritëm. Si të pëlqeu, si ishte kontakti I parë kur dëgjove këtë këngë, ose kur t'u ofrua, kur mendove këtë këngë? Po normal këtë këngë kena pot ma herët me postu, ama o zgjatë pak e banëm për mu lancu pak ma vonë dhe ja kena fillu me gjerimet këtu në Shkup, gjerimet I kena bo në Shkup, është një pjesë e vogël aty që kena gjeru edhe në Prishtinë, këngën e ka bo Break Records, dhe më thënë produksione Adrione që është aty Adrione, Lindone edhe një bashkëpunëtor I tëmve.
tekstin e ka bo Loj Kalcan, Festem Arifi, me bashkëpunim me Adriana dhe Lindoni që kanë hi dëvorë gjatë të. S'po di, kështë të marrë plot komente të mira normal për shokëve, për shoqëve, familjeve, edhe s'po di edhe mu më ka pëlqy. E shijon ti? Po. E shijon, po të dërim maksimum. Dhe tani që po e ditë, ndishnim projektin edhe ju në televizionet e juja, mirë po edhe ne në studio, kemi shumë televizionet, sepse jemi televizion, dhe i shojmë nga Kretanet, dhe Floriani i thua diçka, po, pritë, jam të e shiqu, dhe me lem të shioj. Dhe kemi edhe në wall screen. Po kjo goca e bukur duket? Kjo goca shumë e bukur duket. Shumë e bukur duket. Po kjo ishte semi-maturant o semi-maturante, prit një. Kjo konë pak maj madhe sënë. Okej, zbrehet. Nejse. Zbrehet, po o koni me te për e mirë edhe ta shina për shtot. E vazhdoj kontaktin ti me të? Basi që ka... Po vazhdoj kontakte, vetëm mesazhe. Okej, e përshëndesim, garantësht e duke na parë. Si kishtë emri? Ma mirë më së mërë, bësa ma mirë. Jo, po ka dalë në televizor ajo, se emri së gjë. Ma mirë, bësa. Okej, gjithë të tjerë. Kujt ishte videoprojekti tjetë edhe me teksti faktikisht tjetë në këtë videoklip? Se shpesha refreni faktikisht kër e ka ndonë kështë. Po i kina bo ma pak më përsëri do fjollë këtu të refreni, më konë ma i përshtatshme edhe me mojtë men ma letë. Po, faktikisht në pata fjallën të videoklipi, momentin që delë tekste. Është edhe trend faktikisht i viteve të fundit. Normal janë të i bo shumë edhe Adriane ka bëllëm këtë projektin e fundit që ka bo me Lindonin, e ka që ashtu të me shkrime, vendosin edhe tonë vetëm të refreni, ka pak. Besoj që e mirë, se normal krejt e lypin tekstin për me knu edhe kështu të kam bëllëm ma letë, edhe këqyrin videoklipin. Bese ja u japë tekstin që keni gajli. O, da, të mujnë dërësh vetëm me knu, s'kanë punë. Qarshia vjetër ka qenë? Po, të qarshia vjetër këto në Shkopo, Gjeru, ka dali me pjesë e mirë. Sujat e bukra, djali bukur, atletit e bukra, e kjo vajzë shumë e bukur. Po, kjo vajzë anime shumë e mirë. Nime ka kone e bukur, do në kamera. Nime e mirë. Florian, ishte nga Shkupi kjo ose? Po, e Shkupit e këtu. Shkupi apo s'ka shansa, të kishë dalë të ty sot, të tutje gjithë e thrasin për rrugë, në për qarshi, e tjere. Normal, gjdo videoklip që kena boj në Prishtinë, po këtë projektin kena vendosë me Gjeru në Shkop. Sa kohë keni gjeru? Kena gjeru një 2-3 ditë, se edhe koha basha ditë s'pat marë mirë me shie, dhe kena gjeru një 2-3 ditë, tani plus montajë dhe... Ama prapë, mirë ka dalë. Besoj që e mirë se një me te për komentet... Kënga është lansuar në javën e kaluar? Po. Para 2-3 ditëve. 2-3 ditëve? Po. 500.000 klikime i keri? Qa është të dëshka. Dhe sa i knaqë në gjithë të klikime? Jam shumë i knaqë. Tash edhe porët se një me, për shemull, prapë, normal, në gjdo konë ko kritika, për shemull, ko komente negative, në këtë projekt një me, kretë më kanë thëmë, bravo, shumë konë e mire, thjesht edhe... Besoj edhe në normal, kjo bashkë për verës, është bashkë ritmike, është pak ma ndryshe se kongë tjera. Një videoprojekt i burë, këngë e bukur gjithësëse. Faktikisht nuk janë lansur shumë këtë periudhë. Këngëtarë nuk kanë lansur shumë kanga. Jetë tjede... Valloj, s'kisha thonë bashkë që... 7 kanga gjithëse janë lansur në qërshorë. Po që ato 7 konga ma dhe këtë mira, po. Krejt kanë qenë nga emra, nga, si themi, levla, o si qujnë ato grupet. E që ato. Ka po të bashkëponime, po plot edhe... Dhe fakti që Floriani për disa ditë, për 3 ditë, me 22 e ke lansur. Për 2-3 ditë, sot jemi 25 ditë, të arri 500.000 klikime nuk është pak. Nuk është pak. Absolutisht është pak. Dhe tashmë mund të dëgjosh edhe këngën Eja Babe Eja, edhe në për vetura, edhe në për klube, edhe në për kafenetet ndryshme, e tjere. Jo, ka po të plot kongët që moj men edhe normal e di që kretë kongët që janë te për të mira. Kretë normal, si cili më ndohet me bo... Cilet pëlqen ty nga të fundit? Ka qenë Enca me Noizin, ka qenë Majki me Getën, ka qenë Durata Dora? Me Capital T. Ka qenë Zajmina? Ishte Zajmina tash së fumi ose jo? Jo. Ishte Blasta vetë, ishte... Se Zajmina me Blasta, nuk e Blasta. Ekim Zajmina me Blasta. Po jo, një me kujti për mund, Enca me Noizin, është projekt ma i mirë për... Po, edhe me shikueshmëria, me klikime, ama ajo e Getet ka arrit shumë klikime. Ato dy kongë njerë për njerë janë bomë për verës, me i me thonë lërështë. Po që,
nice. Dhe tani që është videoprojektin, si ka dalë? Ka dalë si e ke pritur, i ka përmbushur ato pritshmërit? Të pëlqen? Më pëlqen tepër, bëllim s'kom prit edhe që kom u konë kaq e mirë, se normal videoklipi është shumë i thjeshtë ama mirë, domethënë mu po më pëlqen. Është shumë i lezetshëm. Edhe pse bash atër para se me dol videoklipi, Adriani me atë me Gjenin, a i dhe më bësh në igorë me mu vetëm ka 5 sekunda këto kërë montojshin, ka 5 minuta më qoshin vetëm video. Edhe me nëzë për qa me dol videoklipi edhe një me ka pëlqy. Edhe ta kam bërë surprizë, nuk e pa... Hiq nuk e kom po hiq, vetëm një 10 sekunda e pa ta po. Dhe ku për fillim? Herën e parë, komplet, kur e pa? Ishte në Brick Records? Në WhatsApp, jo. Në Në WhatsApp kërë më konë emision në Prishtinë, aty të po. Isha edhe në emision për videoklipin, ato më pëqën për videoklipin, në nuk di isha alo kur që të isha edhe në po du me po klipin. Prit një veta shë ta na folmi bashkë. Edhe në atër të isha klipin me po. Vlerja për stylingu, kush është kujdes? Për stylingin si gjërë me Adrianin, çdo herë vendosim vetë, shkojna vetë, i blim senet. Adriani më i me thonë, a i kujdeset për që shka. A i dhe mu menagjeri jem është edhe kështu që kujdeset për videoklipet, për kongët, për veshje, për koncertet. Dhe Adriani në këtë moment e kam përshtypjen që është në Brick Records në studio. Studio, po të punu të Punon sepse jeni më të mirë. Lindonin e moj men, kur o konë zvice, kur e ka këshur lojnë, edhe se pa ta po mu Lindonin, se këmë po dur me po. Ajte duket sajte, duket. Smet. Florian, Lindon të drejtova. Florian, më trego si kalove në mbrëmjen e semimaturës. Si ishte për ty ajo mbrëmja? Si mund të përshkruar si dasëm, si party, si qka? Ose revi mode? Normal për në shkollë që ajo di tjetë kujtim, apet matura. Semi matura qëtë normal kujtim, s'fundi erë që takosh mu me shok, me shoqet, me asëmtorët, edhe bashkë kisha po që bëlli me përshëndet kujdestorin tem, Rahimin, se në me gjërë kërë këm po të koncerte, ose nëj videoklip me po gjërë, së më ka bo asë njerë problem, gjërë më ka dhonë ditë liras, edhe asë njerë së më ka bo problem, kështu që e kisha përshëndet shumë. E përshëndesim dhe ne. Shok që dhe ashtu i kisha përshëndet, me siguria edhe Adriani për në shikon televizor. Adriani. Jo, normal o koni me te për e mira, ditë kena nej drevone, dy krejt bashkë aty me shok të shoqët edhe besoj që ajo këme me të kujtem për mu. Kish marmalli mi pa, sezonat e zanta. Po jo se tash normal krejt në për shkolla tjera kanë mu do edhe... Qka përgjodhi për të vesh, Floriani? Floriani, atë të vesh pak ma klasik, ma. Normal pa ta vesh këmish që maj men, pantollat kuqe, pa ta pot një setër. Ju më vesh thjesht, besoj me... Kushtun shumë këto tesh? Jo qatë shumë. Jo qatë shumë? Jo. Okej. Thjesht. Më shumë se telefoni ose më pak? Më Më pak. Më pak. Okej, bukur. Po, patë do një shoqëruse? Jo, a ditë... Me hiki. Po, Florian, je? I ka pak, a ditë do është ta vetë më shku, se... Po, qne? Pse? Ma mirë vetë, besëm se... Se Me përta... nëzë presi njerëzit me po, a den Floriani me najkon edhe për njerë, a den me menu nëjse. A, një mërë në menoj, gajle kiti. Po që ato mas mirë të vetë. Edhe si atë marrë me partnerën, ja marrë Floriani maturë. Ma mirë Sa vetë. të pengojnë shkrimet e për portale? Shkrimet besëm as pak së më pengojnë, bëllëm bo qepi ka njerë. Gjithmonë je i komentuar pozitivisht, Florian. Gjithmonë je, do më thonë asë njerë nuk je i përfshirë në një skandal, asë njerë si ashtu pike dop të gazetarve. Të gazetarët jo, të gazetarët këtë mirë kanë Qyshja del që është? Po s'po di më unona normal sa ma mirë më silë, sa ma mirë normal gjëra i kalzoj vetë vetën, asë njerë nuk bona na i mene madhe se s'po di, normal gjërë më unona sa ma i thjesht më konë për gjithë ka. Edhe kjo është që, faktikisht edhe kjo është sukses, po. Normal po. Po prap komenti ka gjdo erë, se gjdo këngëtor besoj që ka edhe komentit mira edhe të këqia, po prap. Me punë që shka mund. është faktor këtë se kur përmendesh në për portalet që është në thonë negative, pozitive, po përmendesh. Qa jo është, ma mirë me të përmendë se sa... Mos më konë heqë. Hitë, qa është, ma mirë... Florian, edhe në Instagram je i aktivizuar, ti themi, i aktivizuar. Por gjithashtu, kur jemi të pjesa e lëvdimeve të portaleve, edhe aty ke shumë fanse,
shumë fansa, të cilët lëvdojnë punën tënde, të cilët komentojnë thjesht, ti poston një fotografi shumë të thjesht, për shembull, ja, kështu duket Floriani sot, ose mirëmëngjes, mirëdita, këtu atje me shok, pa shok, me shoqe. Por më i miri zemra, puthje, kinga, korona e tjerë. Po jam një me aktiv, po si cili munot aktiv, gjërë qka të ponojna, qka të bojna gjërë, postojna në Instagram, munot me aktiv më konë, gjërë foncat me na po që po ponojna, ajden. E me pas ata përsinve s'juve, sa e diru. Po normal, gjërë foncat kanë qef me të po qka i të bonë momente, kanë qef me po jetën tonë, na që i kena. Tash normal edhe Snapchati po përdoret, shumë Snapchati mu gjithë ka kapuja, edhe në video, selfie edhe... Edhe të citë. Po mirë, Instagrami prapë mirë është. Sa mund është të ju akthesh përgjigjen në gjithë atyre që ju pëlqen? Ka marrë të i bukurisë. Ja, ta më puna, ja. Po monona normal, gjdo e herë gjithë kuj mja këthy, ama besam ka do me thënë ti për mesazhe dhe kush ka na fok, besam, edhe në kone e përgjishët në mirë. Sot, ke lexuar ndonjë mesazh të atyre që të janë ndjekësit tu? Sot dje. Jo, okej, dje po. Dje po. Apo hajde, kush të ka lënë përshtypje që e kujton ende? Ndoshta pa emër, pa mbiemër, thjesht mesazhe ose diçka që të ka thënë. Po tash normal më shkujnë gjërë për kongën e den suksese, shumë kongë e mirë, tash unë të bo edhe mu ka dollë tash si pak kishe si legjeri normal. Më i me thënë si lesë, se tash në Instagram e këto që janë të bu si kovera për kongë, edhe mi postu, mi bure post a i den edhe tash kum fillu normal mi bure post, për shumë kush o të e kënu kongën tema i den me video, jam të i bu gjërë, jam të i postu edhe tash njerë për njerë jam të umor me kongën tema, i den komplimente, shumë e mirë kongë me kongë. Edhe tepër janë shumë të, edhe gjërë më nona më javë këthy kredme. Mendon që të ndihmon shumë në sukses të karrierës gjithësisht që t'jesh në showbiz e tjerë fakti që mban kontakt me fansat? Normal po, se normal foncat janë ato që i bojnë ma të famshëm, që të bojnë pak ma të veçantë se tjerë. Mos më konë ato si gjdo njëri normal. Edhe për që ato gjërë foncat dush mirë mu sjellë me ta gjërë, me mujtë mjë përgjithë edhe tëmve dhe me thonë, dëshirën e tëmve mja plëcu, normal se ato janë ato që të arritë nivelin normal që ato më i me thonë. Florian, shumë i rike arrit në një shkallë faktikisht të famës të lartë. A të ka arë nërë diri këto? Se nuk e kje dhe privatësit dane, ku do të që del, abo një fotografi, ulesh me hangër, abo një fotografi të stofët, buka. Normal gjërë që ditën, se kërë ri me shok gjërë dolin ato notën, a edhe edhe onë të s'jam qasë persone, se di onë s'kom qef me dollë, s'dalë qatë shumë. Ama kështu për fotografia i kam knaqësinë, onë e gjërë knoshna, kërë shohë dhe kush që ko qef me dollin fotografi me mua, edhe më shojnë, më jepin në i koment mirë, më thojnë e se onë e gjërë, njëna mas mirë ti. Ama nuk dalë qatë shumë. Se di pëse. Se frekuenton jetën e natës, a? Se kom qef, se di. Se ki qef shkupin? Se ki qef shkupin me jetë nata, po thjesht, edhe vende tjera kur jenë nuk t'le për shtypje jetë natë. E, se vende tjera prap, për shumë, kur je me Adrian, me Lindonin, për shumë, hajde për qef del prap me dikon, ama kështu të si vetë, s'kisha dosh me dollë. Se di pëse. A me ndonë që të hargjohë si ftyrë, kur qojnë gjithë ditë, në vendin e njëta, në lokalit njëta? Nëse del bashkëpesh, ma mërmenja që po. Po prapë se kam për ato, po se di, s'qem... Nuk i pëlqen me djalit? Si pëlqen? Nuk e di pëse. Më s'kezan femën. E të thotë rrinë shpe? Ja, të më të. Ja, lo herët, se... Ko për Ka dhe shumë. Ko ti për ko dhe kështë që. Florian, 14 jetë. Po? 14? Po. Jo. 16. I po, ta që është me na vjetë klasa, ta po. Prit për djalit. Falimderit. Ma trit, boni. Po, ani ma mirë. S'po foli, mo. Jo, s'ko mirë. Ani më folge. Faktikisht ta që është me klasën e 9, ta po. Po, klasa 9. Se në 14 jetë e kënë kom kry shkollën të lore. 14-15, më varet prej... Normal, onë u pa ta shkru ma vonë shkollë, edhe normal onë tash u ka dosh i pori vetë më konë. Po edhe për një vit s'ki dalim. Sonë këm linë Gjermani, se disa i dene, edhe deri kur erdha këto në shkop dokumentet, i bo, në shkun do vjetë, plus e nënta që u bo. Qka pas shkollës fillore? Ku? Pas shkollës fillore, kom vendos muzikë.
me shku për muzikë. Definitivisht. Po, Solo këndim. Solo këndim. Besoj që mas mirë të është për mu, se qatë profesion e kam edhe mësoj do sene ma tepër për muzikës e perfekcionon. Mas mirë. Kur janë aplikacionet? E di që deri me 28-in përfundojnë. 28 qershor? Këto ditë duhet më regjistru. Du me registru! Prit 25, s'ka dhe 30 ka. Du me registru. I kam edhe një 30. Alo, kur konsum, po tu morë me muzikën, besëm në për emisione dhe ajde në registrimi. Besoj që kom registru. O Florian, shumë kolaj. Alo, am registroni, jam Florian Beqiri dhe that's it. Mos më pyetni ma shumë. Besoj që kom registru, inshallah. Nuk jezikë, ta më puna. Këto ditë pa tjetër duhet më shkolla. Sa të pëlqen studimet, mësimi, shkolla? Po normale duhe në shkollën, po. Monona gjërë me mësu se edhe gjërë kur ishe në për koncerte, me qa pak mbro pa për mësimeve gjërë, mësojsha të shpija pak ma tjepër, mënojsha më bo prap barabart me këto shok tjerë, po. Se normal mungojsha shumë se tash me koncerte, me projekte edhe mësojsha pak ma tjepër, tash kem ma tjepër me mësu edhe u mënojsha pak. Cila ka qenë periuda më e gjatë që kemi ngu në shkollë? Po konë gjyra e kuqe, atër nuk e di, dhe më thonë, historia, po besoj që ma shumë isha në për koncerte se sa në shkollë, edhe po nesa atër së më kanë bo problem se në me hiti madhe o kone dhe asë më tortë atër e dishin, normal kam nevoj për koncerte, për emisione dhe nuk më kanë bo problem. Ama ajo periuda o kone do me thonë, ma shumë më kone për... Jëm konë 12 vjetë dhe besoj... Sa kohë ke mungu në shkollë? Një muj? 2 javë? Ka ndollë, ka 2 javë, 1 muj, më vore qëfar periudë o konë. Kur u kthesha, prapa i den... Hajde, parti, u këthi Floriani. Më ngojsha atër shumë, ama prapë së më kanë bo problem të shkollës. Normal që ajo është një falimderim, një me shumë i madhë për kisha ato është një falimderu edhe... Se ko për shumë që dikush prapë shkolla o shkollë, ta shti i ki për shumë koncertet, ama... Jetë pak më mbropa, ama së më kanë bo asë njerë problem edhe që ajo është mirë. Nice. Mirë. Të kanë thritur, kanë bërë shaka ndonjëri prej arsimtarëve për sa ju përket titujve të këngës ose hitit ose diçka të tillë, për shembull, o ngjyra kuqe, ku je mo? Çdoar më kanë thirrë ngjyra kuqe atë. Ngjyra kuqe ai den edhe më kanë mit emrin si ngjyra kuqe. Normal edhe kush ngjyra kuqe, tërheq. Në për rrugë kur shkona, në për udhëtime kështu të koncerte, edhe me Adrianin shumë shpesh është një igore, kështu gjërë më gatrojnë me Adrianin. O, Adriani vogël, ajde në tire mu. Adriani të kesh atë, gjërë në ngatrojnë. Adriani vogël. E sa ke ko për familje? Sa të mungojnë ata kur je jashtë? Sa ju përkushtohesh atyre? Sa kaloni dreka e darka bashk? Unë normal non-stop jam me familje, më nona gjërë nga tënve më konë. Edhe kur shkojnë e për ostime, gjërë Skype, qëtash, din FaceTime i ki për njerët, poli gjërë me kamerë, se normal kur mësosh me dikon gjithmonë bashkë aty edhe normal kur si 2-3 dit një javë me të përmallosh edhe gjërë kina kontakt, jam gjëra këtim me familje. Bukur. Ne jam shumë kurios me ti cilën lande ke pas preferume. Muzika? Muzikë. Jo përveç muzikës. Muzikën edhe piskulturën. Jo, ke normali kum pot krejt qef, krejt lëndë. Po diçka me të lanë është të pak ma shumë për shtypje. Shqipen, matematikën, geografinë e kum do shumë. Se ka do lanë që edhe pa e mësu, thjesht intereson landa e dëgjon në orë dhe di mësimin. Edhe unë e historinë e kam pas për vete. Normal, matematike kum pot qef shumë. Se edhe aty kum pot e me shumë periuda pak me shoqën e klasës. Gjëra në herë kur kena pot në detyrë tronë, edhe bashkë që atërë, kur s'menojsha i din me bërë detyrën, vetëm me folë që bashkë që atërë e qëllojsha detyrën. Jo, normal, gjëra asë njerës kum pot problem për në i lonë, se gjëra kur mëson, të gjdo lonë kur mëson, të gjdo lonë gji i mirë edhe Mund është me kalu. Mund është me kalu, a kështë kur nuk mëson të najlon gjërë do këtë, jo be kjo ma e ronë kjo. Ose profesori fajti, ka Ose profesori, po. Se shpjegon mirë aji, ama. Mësusa e shtim, mësusa të kalëzën mu. Normal, gjërë, ku të mëson në atë gjërë kemi kalu mirë. Verën si e ka Floriani të ngjeshur? Verën, full. Më falë, po pushimet kur i keti? Pushimet i kina... 8 orë, po. 7 orë, 8 orë. Më shumë të në tona dimrit mu i me thonë se verës normal
Jena ma shumë të knena, Kosovë, Macedoni, Nullqen jena, a dim në gjërë zakonisht jena jashtë Zvicra gjërani. Edhe besoj tash verës kena më konë gati gjdo javë në për koncert edhe duhet më përballu me gjdo koncert. A ishtë taj shfridzoni? Për shembull, me shku ditën, jeni në Nullqen, performonin mramje. Me shku ditën, me shfridzu plazhin atje, edhe mramje. Po qysh e shfridzojna, shkojna për shumë në i ditë më herë. Po. Dhe me thanë ndodhin ashtu sende. Po, koncertare nisët, para se më nisë, Sarina për shumë deri kanë 5 mas dite, në 5 mas dite nisëmi prapë në shkoj. Qa shot, na bje shumë pak, një dit, kishe si po shumë me të. Po prapë mirë është. Shqipnijën si vjetë, e kene të frekuentu me? Shqipnin për na konë edhe aty në Shqipni, se tash edhe në Shqipni jënë bo plot klube të mira dhe normal si vjetë besoj që gjdo këngëtor ma shumë të konë Shqipni. Edhe aty normal jënë konë shumë klubet e mira dhe jëna konë shumë herë aty. Po prap tash Shulqini aty ka më konë. Që ka femrat më të mira? Kosova, Macedonia, Shqipëria? One normal, këmë thonë gjërë Shqipnia. Po prap sa shkone e fundit. Ama kohën e fundit e bërap spotin me këtë vajzën nga Shkupi, ta një prit, kjo të le bukur. Jo, Macedonia se ka asë listë Macedonia. Jo, normal, me ngjyrën e kuqa atër kër isha maj volë, këmë thonë Shqipnia, po prap ta shkone e fundit pisho këto që po vinë verës në Prishtinë, besëm Prishtinë. Besëm, besë janë shumë të mira. Prishtinë i ka femrat më të mira. Shqiptarët përgjithësi ratë se bukur jetë. Janë. Janë është e vërtet. Janë valla. A ne kishe herë to, Florian? Po herë to, ama po thëmë kështë si vojës, ajde. Janë shumë të A të mira. ka ndodhë në koncert me vazhdu me nëj vajzë? Me nëj fansë të andë. Pinë koncert me vazhdu me nëj vajzë. Ku me vazhdu gëndë? Djalli, nuk ka se vazhdojnë me Adrianin, me Lindonin, apo? Po. Po thjesht, ta kanë kërkesa gjatë performimit, ka shumë vajzat që e pëlqenë. Po. Ka ndodhë për shemëll, ju që ka ndodhë në e sem, dhëmë ka, se tash bibja pa. Kujdes, se shkruve, ka ndodhë që. Pëzat. Ta menoj mirë. Normal gjërë këna kone për koncerte dhe normal kur dolim gjërë në fotografia, ka ndodhë ajde numërin, ajde edhe ko mujtë për shemëll me dhonë numërin, edhe me metë në kontakt me shkru në ajde tjetër më po, ama vetë më po. Po. Që normal si shok e shumë. Okej, se kështu asë njerë për shumë s'ka ndonë në esen që... Okej, tamam. Se prapë po thamë i vogël, ja. A pëtje ne. Ajo të zemë, Cila është femna ideale për Florianin? Femna I ideale. vogël ashtë. Ribëm të veta. Okej, e thot tani dhe pas e thot para disa vjetëve dhe e bën një balancë, di ku ka arritur dhe me përqishmërit. Thjesht të ashtë si, po. Normal gjërë bjondet, i këm po qef, kujde se di pse, po bjondet ma shumë të ngrinë synin, se di kur ta shena i bjondet, wow, Më falë, bjondet si Luana? Jo, se po të ata. Jo, po pysun. Jo, edhe Luana është okej, mira, ma po thëmë, që më përgjatësi Se Gedi e ka bjondet. shumë qef Luana, për shemë. Po, është një me mirë, s'ko faj. E mira. Të bëj një shoqë. Okej, s'ko faj, se një me mirë është. Ama Emrat zërë njëri bjondet... e kanë pëlqy Luanën, e tani. E mirë është. Bjonde me qenë sytë, qarë në gjyrat kaltër. E bjonde Nuk me le, shumë bjonde. për shtipje. Jo, se shumë, pra bjonde kur ta shë, qërë bjonde, për njerë ma do këtë ma ndryshë, edhe se di bjonde ti kam shumë shumë. Barceleta qenë me bjonde që ju beson? Qajo është Ka pak do të keq për vërteta. bjondet. Qajo është keq pak për bjondet, se kështë në përgjësi janë një me të mira. O, zot, një pjesë me Barceletave me bjondet shkojnë në pjesën, në një restorant dhe normal, kërkojnë një pizza. Dhe pizza, dikush e do të prerë me pjesë më të holla, dikush e do të prerë Edhe që nga regjia me një herë, ma plëtsin të shirë. Në copza më Mos të e drashe dhe gjem. bjondja thot, jo mua me të copë, mua me gjallë, sepse do trashem, pastaj. A në fakt e njëjta pizza është. Normal e njëjtë, po. Që Ja, Luanave? Dhe Luana pati klipin e rije, shesi e gatrova. Po, Luana. Aji. Ama E koni me... Normal e ka pot shumë kongën e mirë, dhe ka pëlqyer edhe konga Luanës, so është e thjesht. Normal tash kret i kam bu kongë për verës, se ka dollë tash edhe një stil tjetër, kret rega jonë të bu, reggaeton, edhe kret po monon kongë të mira, dhe besoj që
normal këtë vit kom e pot shumë konkurencë të madhe. Mu i lëresh me thënë. Bashkëpunim Adrianin. A do të ketë ngjyra kuqe? Po, kom A e do pot. t'ja shkojmë ngjyrës kuqe? Mundet për shumë me ndollë edhe në i kongë pse ju të tret me Lindonin. Po. Onë e Lindonin edhe Adrianin, po njerë për njerë ko Adrianin një kongë vetë, se kina vendosë normal. Po, për që ato se Lindonin njerë e pat aji pori keme këtë dalen, tani onë e masani e ko edhe Adrianin. Që shi jam vitor të aji. Ajo është normal. Edhe të këqyrë me qash, me siguri ka me pot plot bashkëpunime. Këto të talem për pikën e të mzehtit, për pikën e verës, ku dhe thonë pritni, i lansut ju, na pritni tash neve. Na pritni tash neve. Duhet. Bukur. Nuk e di nëse do të ndash diçka tjetër me ne, për shembull, ku dion? Vështem. Kisha dosh mi përshëndet Foncat nëse bënd, se normal gjari përshëndet edhe ja vlen mi përshëndet çdo herë Foncat, se kisha falimderu tepër, falimderit për komentet e mira që më përkrahin çdo herë, më beshtesin edhe kisha dosh mi thonë që i du ma shumë ti, janë ma të mirë në botë. Edhe ne të duam ty shumë. Edhe ju falimderit për ftesën, u koni me knatësia madhe për mu më konë këtu me juve. Knatësia ka qenë dhe jona, dhe falemderit shumë suksese të tjera, dhe do që jemi në Shumë i du bisedat maja. kështu kër i kemi me Mileta, seriosisht, shumë pëlqen bisedat kër i kemi kështu. Po, sa më spontan që t'jesh, sa më original, sa më transparent, aq më mirë del puna. Sepse kur e sforcon punën, okej, del prej vetes. vetes. Shtunës, thjesht, këna dalë, në trejna për po vetë, po. E hopëm një orë, falimderit, shumë hajp të shpia. Falemderit edhe juve që ishi deri më tani, kam përshtypjen që s'do më që ju ka pëlqyer biseda me Floriani, keni mësuar edhe gjëra të reja për sa i përket jetës së tij, si në pjesën private, gjithashtu edhe në pjesën e karrierës së tij. Vazhdoni që ndroni me ne, sepse vetëm pas pak do të rikthehemi dhe ndërkohë falemderit edhe një herë që ishe pjesë e pastaj. Falemderit edhe juve.